Do të doja së pari të falenderoja të gjithë ata që bën të mundur një gjë të tillë. Pikë së pari, miqt e partnerët tan shqiptar, Edin, të gjithë qeverinë, kryetaren e bashkisë, të gjithë. Ish diplomatja Federica Mogherini e ndaluar sot nga autoritetet belge për mashtrim, korrupsion dhe pabarazi në tendera, njihet nga opinioni publik si një zyrtare europiane që nuk e ka fshehur mbështetjen dhe simpatinë për kryeministrin Edi Rama, e madje shpesh është shfaqur në Tiranë për shkak të hapjes së një prej filialeve të Kolegjit të Europës, të përfshirë sot në skandal korruptiv. Por urojmë sot në kuadër të samitit procesit Berlinit këtu në Tiranën e bukur në këtë vendodhje të mrekullueshme. Simpatinë e ndërsjellët dhe bashkëpunimin mes tyre nuk e ka fshehur as kryeministri Edi Rama, për të cilin Mikesha Italiane i plotson të gjitha kriteret për të qenë jo vetëm bashkëpunëtore e tij, por edhe shtetëse shqiptare. Tani më është skipëtare nga Italia, Federica Mogherini, që nuk e kuptoj akoma pse s'e ka bërë aplikimin për pasaportën shqiptare. Vetëm një justifikim ka që pret ta marrë pasaportën europiane të Shqipërisë. Ndërsa në Belgjik autoritetet po hetojnë për pabarazi në tendera për blerjen e godinës në vlerën e 3.2 milion eurove. Në Shqipëri, kolegji hapi siparin pas marrëveshjes së firmosur mes Federica Mogherini dhe Edi Ramës, e për ndërtimin e kampusit, marrëveshja u firmos edhe me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Në Shqipëri, kostoja e godinës është shumë herë më e lartë se ajo që po hetohet nga autoritetet belge, ndërsa godina në hetim është 3.2 milion euro. Godina për kampusin në Tiranë i kushtoi taksa paguesve shqiptar plot 17 milion euro, e kjo vetëm për lotin e parë. Qeveria shqiptare nëpërmjet buxhetit të shtetit për gjatë viteve 2024-2026 do të paguajë plot 17 milion euro për ndërtimin e një filiali të Kolegjit të Europës, që drejtohej nga Federica Mogherini. Ndërsa Erion Veliaj ndodhet në qeli pikërisht për abuzimet me fondet, Edi Rama në përpjekje për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij në afera korruptive, tashmë edhe pala tjetër, përfaqësuesja e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, duket se ka po të njëjtat telashe si miqtë e saj shqiptar, të pabarazisë në tendera, mashtrim dhe korrupsion.